Në kushtet që kemi sot, opozita e ka të pamundur të vijë në pushtet. Ka një ngësht madh. Pse mendoni se ndodh? Çfarë pengon? E the, pak a shumë ne I tham gjërat. Nëse do të kishim një opozitë reformuar, mendoni se Rama rrëzohet? Rama rrëzohet, po varet tani se nuk është se largimi I Berishës në mënyrë automatike e sjell opozitën në pushtet. Varet kush vjen tani, por edhe Flamur Noka, unë besoj që ulen gjasat që opozita vjen në pushtet. Varet kush vjen, që se vjen një njeri që thith konsensus, që na bën edhe ne dyve, edhe të tjerë, na bën që themi, që ka interesant ky. Po me të shofun aty, se këta e kanë tharë, këta e kanë shkretuar gjithë mjedisin për rreth. Ose aty kanë dalë grupe armiqësore shumë. Po, dalin grupe armiqësore. Grupe armiqësore. E kanë tharë dhe tani ka njerëz. Po të pushkatoheshin këta, Muçi e them shpesh në studion, siç I pushkatonte Enver Hoxha, këto grupe armiqësore që kanë nxjerrë doktori, do ishin 200-300 grupe. Po sigurisht. Si shoku Enver 7-8 grupe bërim. Tani dëgjoj. Po ai pushkatonte. Ylli, më duket shumë e rëndësishme ky shkretimi mjedisit ku këta punojnë, më duket I qëllimt. Qëllim të thua. Sepse ka njerëz tani socialistë dhe demokratë që thonë po iku Berisha po doja me shumë gjas shkatërrohet. Edhe këta kanë të drejtë, kupton, se me shumë gjas po iku Berisha po doja shkatërrohet. Unë nuk shoh gjas që rregullohet. Ka socialistë që thonë, balar, se tani dakord Edi Rama 4 mandate, por nëse ikën Rama PS-ja shkatërrohet, në PS plas lufta civile. Këto janë gjëra që bëjnë sens, bëjnë kuptim, sepse ta e kanë tharë çdo gjë aty, kupton? Dhe nëse ikin këta, sigurisht do dalin personazhe të tjerë, secili do krijojë atë parcelën e vet, do krijojë fraksionin e vet, partitë do përçarë. Muçi, sipas te bie ajo teza që Rama nuk rrëzohet me zgjedhje. Rama rrëzohet me zgjedhje, por duhet të jetë ai që rrëzon, thua ti. Ylli, Lulzim Basha vetëm për pak me fjalë shpëtoi pa ardhur në pushtet. Në zgjedhjet e fundit që ka qenë kryetar Lulzim Basha. Ishin shumë pak vota, 35.000 vota. Madje unë mbaj mend që ai e nisi nga një start I dobët shumë dhe pastaj në mënyrë progresive u rrit sigur fushat elektorale të vazhduar edhe një javë, ai kishte fituar zgjedhjet, sepse po funksiononte rritja graduale. Pra Edi Rama mundet që të shkojë me të. Po kjo është një narrativ që e kanë krijuar këta njerëz që duan të mbajnë Berishën me pahir aty. Edhe ka që thjeshtë gjë. Me Berishën unë mendoj që shqiptarët janë ndarë njëherë mirë. Nuk është puna ime dhe jote. Unë më shoh që janë ndarë shqiptarët. E kam braktisur në rrugë. Unë herën e fundit bëra një monolog të programi ime dhe dash një pasazh nga një intervistë që ka dhënë Berisha në Vision Plus. 2-3 vjet mbas 20 janarit dhe ai tha Ylli që me siguri e ke parë ti, me siguri e kanë parë këta që po na dëgjojnë. Ai tha më erdhi Tom Countryman, një amerikan, zyrtar amerikan, më erdhi në zyrë dhe më tha ti du të lejosh opozitën, do thonë që një javë mbas 20 janarit të protestojnë, sepse kanë edhe një arsye shtesë për të protestuar, vranca njerëz. Edhe Berisha tha, unë I thash atij zotërista që shkote Edi Rama dhe thua që nëse ai e bën prapë që bëri, unë do vë 5 sniper në taracën. Sniper I 6 do të jem unë. Dhe nëse snajperet le themi legal nuk më përgjigjen si përgjigjen urdhrit tim, do jem unë që do e qelloj e do vras vetëm Edi Ramën. Tani kur shef një personazh të tillë, dhe kjo unë ja thash një të huaj dhe nuk I besoj. Tani shqiptarët pavarësisht nga shkalla e inteligjencës. Mund t'ja jep një meze aty të huajt. Si? Mund t'ja jep një meze këtë të huajt. Jo, s'ke meze, s'ke gjë ata gjën tek. Nuk e bër, ajo është në Shqipë, tonë dhe prapë nuk do besonte, as të përkthimi do e bëja unë. Po shqiptarët, pavarësisht nga le themi shkalla e inteligjencës, formimi politik, apo nuk e di çfarë tjetër, përballë një personazhi të tillë e kanë shumë të lehtë zgjidhjen. Pra kjo është arsyeja që ai nuk pyetje sa duan shqiptarët ta rrëzojnë Edi Ramën, shpesh siç tham thuhet nga analistët që nuk rrëzohet me zgjedhje. Po duket se është dyshim, nuk do populli vetë ta rrëzojë për arsyet që ti the. Nuk pse kush do vijë ti dhe si do vijë. Mosvallët duan ta mbajnë, pse ndonjë dëshirë të popullit, dëshirë të njerëzit për ta hequr Edi Ramën? Jo, në rrethanat që alternativa tjetër është Berisha, duket si banale ta thuash, se thonë gjithë, edhe ndonjëherë që duhesh duke më dëgjuar, ama prapë ja po thua dhe është vjetruar shumë. Është banalizuar si gjë. Një politikan që vjedh, edhe që fjala vjen para 10 vjetësh, nuk ka pas shtëpi, edhe sot ka vila të mëdha. Opton, ai do të larguar. Kjo është bazike, kjo është elementare, nëse nuk bjem dakord për të gjë. Është e kotë. Ose një politikan që akuzohet për korrupsion, nuk mund ta pranosh që ai dalë dhe të kapi kauzën e antikorrupsionit, siç është rasti Berishës.
edhe që e konsideron Ramën korruptuar. Ndërkohë që vilat e vetë opton në Lalës, e ke parë vilën e Berishës në Lalës? Unë nuk e kam parë atë vilën e Ramës në Surrel, apo i ke parë të dy aty? Po, nga larkë. Nga largë. Se brenda s'kam qenë asnjëherë. Jo, edhe unë nga largë e kam parë të Berishës. Edhe vilën e Berishës me siguri e kam parë që të gjithë demokratët. Është një vilë që ai e mori në moment saktuar dhe 5 vjet më parë ai nuk e kishte atë punë. Është një nga vilat më të rëndësishme që ekzistojnë në Shqipëri. Edhe ky njeri tani ka kapur flamurin e antikorrupsionit. Ose ka flamurin e zgjedhjeve të lira të ndershme për Sali Berisha. Ndërkohë që edhe brenda partisë i thotë Saliani ti vetë përjashtuar. Kështu që kjo është arsye ylli që unë nuk dal të flas. Sot i tha je marrpeng. Po. Këtë se je marrpeng, po. Drama thua ti? Nuk e dim çfarë do të thotë Kogalari. Se që ta një gjë ngatroj një gjë me këtë ish-ministrin e... Po sot tha gjithashtu që falenderoj me 10 mira qytetarë që morën pjesë. 10 mira do thotë një 50-60 mijë të paktën. 10 mira të paktën mbi 30 duhet kalojnë. Po. Se quhesh. Kështu që është politika që bëhet në nivele të tilla që Sharaka ngritja më e madhe tha që është bërdi. Po, është protesta më e madhe që e para ndonjëherë. Më e madhe tha për të djeshmën. Që ai për shembull kur ka qenë Sali Berisha në mitingun ku ishte edhe sekretari i shtetit të Shtetit Bashkuara, domethënë njerëzit shkonin në matan trenit, stacionit trenit. Domethënë ai që ishte se ka qenë babai i mitingjeve. Ky të vriste për mitingun. Që ti thoshe ti që mund të bënte dikush tjetër miting, më të madh se ky azisonte në atë kohë. Se ky ishte prodhuesi i mitingjeve. Tani ky është njeriu që po shkatron mitingun. Nga prodhuesi, se ti hiq një kapelen, e kupton, mitingjet që bënte ky s'kishte burr në botë. Vinin atresaturën këto i bënte Shaban me Mia, të gjitha pajisjet e këto. Nxirin nga depot. Njerë u vura unë me Nikollën në kryet mitingut, me Nikoll Lesin, se nuk duhet dilin këta, se quhet irredentiste politika për Kosovën. Në 99 kujtohet, kur filloi lufta. Doleshe Skënderbej dhe dola dhe unë me Nikon dhe gjithë popullata më, unë me Nikoll Lesin. Dolëm lartë, Allah, në gjithë popullata dhe shikon në lartë. Akoma jam i habitur unë. Edhe ky pastaj unë zë në një moment më tha mua, shiko tha, se i thash unë fillim në rodit, pse unë gjitë edhe ti. Se unë gjitën personalitetet që flisnin, dhe mos i thuaj ati ashtu, gjitha se pronari mitingjet, ky i ka shpik. Këtu, mitingjet të tmerrshme mu që ti i ke qenë atere, ti ishem vijen për mitingje. Ylli, unë nuk kam, unë nga 95 e këtej, jam shëput nga PD-ja, edhe nuk kam pas më lidhe me atë botë. Ose se beshin dhe mitingje dhe anti-mitingje. Që ka patur këtu, dëgjoj tani.